Nostalgjikët e ish diktatorit Enver Hoxha në Vlorë kanë bërë të njëjtin gjest si në Ferizaj, Elbasan e Berat, duke djegur disa kopje të librit të gazetarit Blendi Fevziu. Të indinjuar nga të pavërtetat që sipas tyre shkruhen në këtë libër, idhtarët e ish udhëheqësit komunist i kanë vënë flakën librit në sheshin e flamurit, duke e cilësuar si një shtrembrim të historisë dhe duke ngritur lart figurën e ish diktatorit. Figura Enver Hoxhës që ndron si mal i lart, që edhe kur i hidhet baltë, siç i hedh Fevziu, shiu i parë e shplan baltën dhe e bën më të bukur, më të hishëm, më krenar. Ky libër është kundër historisë. Ky është antikombëtar, ky libër është jo realist, ky libër merret me thashë theme, është libër i një Liliputi që nuk ka bashkëbiseduar, nuk është ulur asnjëherë me Enver Hoxhën. Prandaj dhe ne marrim këtë veprim të djegjes këtij libri. Nuk e shan dot Enver Hoxhën. Se ka bërë mrekullia me ato po ngrohet ai, me ato po ndriçon gjithë Shqipëria. Pak ditë më parë, idhtar të ish diktatorit Hoxha në Elbasan dogjën disa kopje të librit dhe cilësuan autorin si kundërshtar të idealeve komuniste dhe luftës nacional çlirimtare. Libri është e para biografi e bazuar mbi dokumentet e arkivit personal të ish diktatorit dhe në rrëfime të personave që e njohën atë nga afër.